E te kjo pjesa, po, te familja hala ka që ndikuar. Po, japi mendime sa dush. Japi mendime. Negativ. Kjo është shumë zakon negativ, se për shembull mundet një fëmijë me pas një ide, mu bu ndoshta po flasëm tash në fushën e artit, ndaj piktor, regjisor, skulptor, ku e diun se çka, edhe prindi del aty dhe i thot pa qyre, pa din aty s'ka pare, nuk ja vlen, ma mirë shko merro me mjeksi, merro me juridik, me ekonomi, dhe më thonë aty ku ka pare. Amo atë dëshiren e thmis, ti pe e shtyp totalisht. Për shkak që kjo është totalisht zakon shumë i dëmshëm, shumë i keq. Edhe kisha pas dëshirë që mos me u përzi, edhe jo vetëm në profesione, po edhe një jetë përzijet. Edhe banesën kur e blen, vjen të kallzon ku me qit regallin, ku me qit lulen, ose se ke ble matë madhe, ose se ka dhe 2 dhoma. Dhe më thonë, na në gjdo, dhe më thonë, në pjesat më intime, na i kem dëshirë, edhe shumë zakon e ves i keq me u përzi. Dhe më thonë dhe që kjo është pjesë shumë e keqe e zakon i keq të na. Edhe diçka për relaksim, kur vdes dikush, për shembull moshën 50 vjeçare, thonë sa i ri vdiq. Kur të martohet dikush 45 vjeç, thonë i vjetër u martu. Është zakon shumë negativ.